Një pasgoditje e re sismike ka tronditur Venezuelën, duke rikthyer frikën te banorët dhe ekipet e shpëtimit që prej ditësh po punojnë në zonat e goditura nga tërmetet shkatrimtare. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, një tërmet me magnitudë 4.6 u regjistrua herë të hënën në veri të kryeqytetit Caracas, në një thellësi prej rreth 10 kilometrash. Autoritetet venezueliane bën të ditur se deri në momentin e raportimit nuk kishte njoftime për dëmet e reja nga kjo pasgoditje. Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, konfirmoi se situata po monitorohet nga ekipet e emergjencës. Pamjet nga zonat e prekura treguan punonjësit e shpëtimit që për një moment u larguan nga rrënojat pas lëkundjeve të reja, por më pas vazhduan punën e tyre pa ndërprerje. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë hyrë në ditët e 4 të operacioneve intensive, duke kërkuar persona të mbijetuar në ndërtesat e shembura pas tërmeteve të fuqishme të së mërkurës. Tërmetet e 24 qershorit kanë shkaktuar një katastrofë të rëndë humanitare në Venezuelë. Bilanci zyrtar raporton afro 1500 viktima të konfirmuara dhe qindra ndërtesa të rrëzuara. Autoritetet e ekipet ndërkombëtare të shpëtimit po punojnë kundër kohës, ndërsa familjarët vijojnë të presin lajme për të afërmit e tyre të zhdukur. Ekspertët paralajmërojnë se pas goditjeve të mëdha sismike, pas goditje të tjera mund të vazhdojnë të ndodhin, duke rritur rrezikun për strukturat tashmë të dëmtuara dhe duke vështirësuar punën e ekipeve në terren.